Me duar të shtrënguara nëna e vëllau i dëshmorit Naser Krasniqit po hyn te varri i tij. 4 qershori është dita kur para 27 viteve ra heroikisht dëshmor Naser Krasniqi nga fshati Ratkoc i Rauvecit. E përndër të këtij përvjetori, komuna e Rauvecit, familjar, miq e kolegë të tij organizua një ceremoni përkujtimore për të. Në mesin e kësaj ceremonie morën pjesë edhe nxënës të shkollës së fshatit Ratkoc, 4 dëshmorët. Ata kishin përgatitur poezi për Naserin dhe 3 bashkëluftëtarët e tjerë të tij, të cilët po ashtu 27 vite më parë dhanë jetën për liri. Vetëm një fotografi në muajin e shkollës. E nëna e Naserit, Mirije Krasniqi, rrëfen momentin e parë të birit të saj, Naserit, kur ai e veshi uniformën e UÇK-s. Që kem bashkajt familja kë do më shku në shpi, rëbia që të se ase, ja, sa me thatë gjushta tja ka për dhe me kërsi, sa në srima këtu. Që me plët dëshirë të vetën, edhe unesë. Erë të shpia, ma tani me kom ditë vesh për në sejeren, a edhe sa di kishin në veshrin, të dëtë vladit luft, unë e pa ditë heqë, të këtjetë kom ka orta bere që ja, Naseri u bëra. Se Naseri ishte një trim me tha dhe profesori i tij Sadik Krasniqi. Naseri ishte student në Fakultetin e Kulturës Fizike, më tepër për zhvilluar e zgjeruar veprimtarinë kombëtare. Edhe ne profesorët, duke qenë të vetëdijshëm se çka po na pret e duke I humbur kuptimin mësimit, filluam stërvitjet përgatishmëri luftarake dhe kishim bashkëpunim të plotë me studentët e dalluar siç ishte Naseri. Tutje kryetari I komunës së Rauvecit, Smaj Latifi, e ngriti lart veprimtarinë e Krasniqit. Asnjëherë nuk shmange nga obligimet dhe detyrat luftarake, gjë që u dëshmua dhe me 4 sheshor 1998, kur me vendosmëri u fut në mes të zjarrit e predhave të artillerisë serbe, duke rënë në fushë të nderit me kokën lart. Ndryshe, Naser Krasniqi kujtohet nga miq e familjar në çdo përvjetor të tij.